Përkujtohet 117 vjetori i luftës së mashkullorës. Në fshatin mashkullor Gjirokastër është përkujtuar 117 vjetori i betejës së çetës patriotike të Çerqistopullit. Në 18 mars 1908, në këtë fshat u zhvillua një prej betejave të spikatura kundër pushtuesve osman, në prag të shpalljes së pavarësisë. Në aktivitetin organizuar nga Bashkia Gjirokastër ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve publike, pushtetit vendor, organizatës së veteranëve e të tjerë. Pjesëmarrësit vendosën kurora me lule në përkujtim të kësaj ngjarje si dhe revokuan kontributin patriotik të adhetarit Çerqistopullit dhe çetës së drejtuar prej tij. Përgjakur në përbeteja, kemi vendosur që jo vetëm ti përkujtojmë, por dhe ti mbrojmë. Organizata e veteranëve të lançit të Gjirokastrës është në aktivitetin e radhës duke u përullur me nderim. Pra, 117 vjetori i betejës së mashkullorës është e shenjtë dhe e shtrenjtë për qëndresën, për besën, për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Kjo ishte një nga preludhet e para për pavarësinë e vendit. Patrioti i shquar Çerqistopullit dhe shkëndimin e parë për të cilën më mbrapa u realizuan dhe kryengritjet e tjera për arritjen e pavarësisë së vendit. Ne do ta kujtojmë gjithnjë këtë vepër e këtij patrioti të mashkull, për arsye sepse është historia e gjallë e popullit tonë për lirinë dhe pavarësinë. Tashmë monumenti i patriotit Çerqistopulli është rivendosur në sheshin e rikonstruktuar që mban emrin e tij në zonën muzeale të Gjirokastrës.